Përshëndetje shikues të televizionit Skan, jemi si çdo të premte në Inside News, këtë herë me mua Gjorgjina Dedën. Shqipëria është ndër vendet më të varura nga turizmi në botë. Sipas një publikimi të Visual Capitalist, rreth 1/5 e ekonomisë lidhet me këtë sektor. Visual Capitalist ka marrë të dhëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, UN Turizëm dhe Banka Botërore, por ndërsa turizmi sjell zhvillim, për ekonominë sjell nga ana tjetër presion për qytetarët, sidomos për çmimet. Flasim këtu për çmimet e banesave, të ushqimeve dhe të shërbimeve të tjera. Për të kuptuar më nga afër se çfarë presioni ka turizmi në ekonomi, por dhe çfarë të mira është sjell, kemi përgatitur një material me ekspertë të tregut dhe më pas do të rikthehemi në studio për ta parë në optikën e ekspertit të ekonomisë. E ndjekim. Turizmi po merr një rol gjithmonë më të madh në ekonominë shqiptare. Sipas analizës publikuar nga platforma e vizualizimit të dhënave Visual Capitalist, Shqipëria rënditet në vendin e 16 në botë për varësinë e ekonomisë nga turizmi, me rreth 21.9% të prodhimit të brendshëm bruto të lidhur me këtë sektor. Analiza bazohet në të dhënat e institucioneve ndërkombëtare si Organizata Botërore e Turizmit e Kombeve të Bashkuara, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, përpunuara për të matur peshën e turizmit në ekonominë e vendeve. Në vitet e fundit, Shqipëria ka përjetuar një rritje të fortë të fluksit të turistëve, e cila ka ndikuar drejt për drejt në ekonomi. Sektori i turizmit përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh, nga akomodimi dhe transporti deri tek shërbimet e argëtimit, tregtia dhe aktivitetet kulturore. Kjo do thotë se ndikimi i turizmit në ekonomi nuk kufizohet vetëm te hotelet dhe restorantet, por përhapet në shumë sektorë të tjerë të aktivitetit ekonomik. Theksojmë se vlerësimet ndërkombëtare përfshin ndikimin më të gjerë të shpenzimeve të turistëve në ekonomi, pra llogarisin të gjithë zinxhirin ekonomik që krijojnë turistët. Megjithatë, rritja e shpejtë e turizmit sjell dhe pasojë ekonomike për banorët lokal. Rritja e kërkesës për akomodim turistik shpesh shoqërohet me rritjen e çmimeve të qirave dhe të pronave, pasi shumë banesa kalojnë në tregun e qirave afatshkurtra për turistët. Në zona turistike kjo mund ta bëjë më të vështirë për vendasit gjetjen e banesave me çmime të përballueshme. E kemi përjetuar, e kemi thënë, e kemi parë edhe në shifra, sidomos në 5 vitet e fundit, që nga momenti i pandemisë, por edhe që nga momenti i luftës, po themi, në Ukrainë, pra pushtimit nga Rusia në Ukrainë, kemi parë që ka pasur një zhvendosje masive, po themi, turizmi nga Evropa lindore drejt Mesdheut, e cila ka shkaktuar një presion mbi tregun e qerave afatgjata dhe qerave afatshkurtra. Tani është e kuptueshme mbi qerat afatshkurtra për shkak se kapacitetet e akomodimit në turizëm kryesisht 60% vijnë nga burimi i qerave afatshkurtra, ndërkohë që pjesa tjetër 40% vijnë nga strukturat e organizuara siç janë hotelet, por në të njëjtën kohë nuk ishte prishme që të ecë kaq shpejt me qerat afatgjata. Arsye kryesore ka qenë pjesa e luftës në Ukrainë, por në të njëjtën kohë ka qenë edhe presioni inflacionist që kanë pasur në tregjet e perëndimit. Por apo zhduket tregu i qerave për vendasit për shkak të Airbnb-ve dhe turizmit? Mendoj që 2023, 2022, 23, 24, 25, por sidomos 23, 24, 25, ritmet e rritjes së qerave afatgjata kanë qenë të larta. Pra në një moment në 2024 ne provuam diku tek 35% të paktën rritje të qerave, e ndikuar nga dy faktorë, një Airbnb-a, e dyta ishte edhe rritja e shpejtë, po themi, e çmimit të banesave, për shkak se nuk kishte më alternativa ekonomike të pasurive të paluajtshme ekzistuese, të ndërtuara, dhe ti kishe alternativë vetëm të shkoje tek ndërtimi. Kështu që gjendur në këtë lloj presioni, ka qenë e vështirë, në disa raste e pamundur për të gjetur qera afatgjata, po themi banesa me qera afatgjata në nivelin ekonomik. Kështu që nuk po them që po zhduket, por vështirësuar shumë. Kjo edhe për shkakun sepse tregu i Airbnb-s ka lulëzuar lishëm, pa pasur edhe presionet e kuadrit rregullator. Pra, derivojnë një pjesë kanë qenë të paregjistruara, siguronin një përfitueshmëri e cila i shmangej pjesës së taksimit dhe ishte më e lehtë për të hyrë dhe për të dalë nga ky treg. Mendoj që ardhmja nuk do të jetë kështu. Pra, patjetër që duhet të ketë ndërhyrje dhe ardhmja nuk do të jetë kështu. Do të jetë një treg më i rregulluar, qoftë për hyrjet, qoftë për daljet nga tregu, por qoftë edhe për ato të ardhurat të cilat janë duke u gjeneruar, sepse nëse themi që janë duke u gjeneruar mesatarisht në Tiranë
9.000-10.000 euro në vit për një njësi normale, mesatar. Pra nuk po themi për 3 plus nishe, po themi për 1 plus nishe. Në momentin që themi jenë duke gjeneruar 11.000 dhe në 13.000 euro në tregun e Bregdetit, pra jashtë Tiranës, paktën të dhëna nga RDNA. Do thotë që një pjesë e këtyre të ardhurave që gjenerohen, patjetër që duhet të taksohen dhe duhet të rishpërndahen për të krijuar programe strehimi të përballueshme për qytetarët të cilët nuk arritur të aksesojnë tregun e blerjes apo tregun e qeras afatgjat në mënyrë të lehtë. Rritja e turizmit nuk po ndikon vetëm te të ardhurat e ekonomisë, por edhe te mënyra si po funksionon tregu i banesave në vend. Në shumë zona, sidomos në qytetet bregdetare dhe në qendrat urbane me kërkesë të lartë, një pjesë apartamenteve dhe pronave po zhvendoset nga nevojat e banimit afatgjata drejt akomodimit afatshkurtër për turistët. Kjo po nxit debat mbi masën në të cilën tregu imobiliar po i shërben sot më shumë turizmit sesa vetë banorëve. Ka pjesë të këtij tregu, por është e vështirë të bëjmë një vlerësim. Mendoj që me lëvizjen që ka bërë Banka e Shqipërisë gjatë 2024 dhe 2025 do duhet të pasuroj opinionin publik, ekspertët, sektorët, me të dhëna të paktën nga pjesë e financimit, pjesë e financimit që vjen nga sektori bankar, është duke shkuar për investime në pasuritë e paluajshme në versionin e qerave afashkurta, por qoftë edhe qerat afatgjat, sepse duhet kuptojmë që pjesë e këtij investimi po shkon për strehim pashësor, për banesë pashësore dhe pjesë po shkon për qera afashkurta dhe qera afatgjat. Dim që të paktën nga të dhëna nga RDNA duhet të jenë diku tek 23.000 njësi të listuara, nëse marrim dhe booking do duhet shkojmë 31.000 njësi të listuara në Shqipëri gjatë 2026, po themi në këtë periudhë, por është e vështirë të vlerësojmë se ç'pjesë e gjithë stokut është këtu ose ç'pjesë e shitblerjes shkon për këtë sektor. Për te çmimit të banesave dhe qerave, në disa raste rriten edhe çmimet e shërbimeve dhe produkteve, pasi bizneset orientohen gjithmonë më shumë drejt konsumatorëve turistik me fuqi më të lartë blerëse, por a mund ta dëmtojë turizmi ekonominë e familjeve? Ne si vend nuk kemi pse të shqetësohemi, edhe për faktin tjetër se të ardhurat e shqiptarëve dhe standardi i tyre po rritet, nuk është se vërtet rriten qerat, pasi janë rritur edhe çmimet e hoteleve, po këto nuk kanë ardhur si pasojë e rritjes ofertës, e kërkesës, duke qenë se ka një kërkesë të madhe, janë rritur çmimet. Mos harrojmë që çmimet janë rritur edhe nga rritjet e kostave. Karburanti para pandemisë ishte gati 20% më i ulët se sa është jo tani. Tani është akoma dhe një 10-15% më shtrenjtë se sa ishte para luftës. Pra, vetë pasojat e ndryshme që kanë ndodhur, kanë rritur kostot. Rritjet e kostave kanë ardhur, a është shoqëruar edhe kjo, të gjithë këto shkaqe që sollën rritjen e çmimeve, është shoqëruar dhe me ardhin e turistëve? Po akoma më mirë, se në fund të fundit, nëse do i kishim çmimet akoma si para pandemisë, ndoshta duhet të shqetësoheshim për overturizëm. Po çmimet janë të larta, të ardhurat edhe për ato familje të organizuara edhe të lidhura me turizmin janë akoma më të larta. Vetë angazhimi i më shumë shqiptarëve në forma të ndryshme, direkte apo indirekte, me turizmin, bën që efektet pozitive t'i ndjejmë më shumë dhe më shumë shqiptarë dhe më shumë familje, se sa ato efekte negative që mund t'i ndjej një pjesë që është kryesisht pensionistët, apo ato shtresat të cilët do duhet të rishikohen jo duke kundërshtuar turizmin, mbi ngarkesën e turizmit, por nga ana tjetër duke gjetur forma të rritjes së përkrahjes sociale me pensione më të larta apo ndihmë për madje edhe tek qerat për të përballuar rritjen e qerave me qëllim që të mos pengohet ky zhvillim apo kjo ardhur që vjen edhe nga një turizëm i zhvilluar kohët e fundit.
Renditja e Shqipërisë ndër ekonomitë më të varura nga turizmi tregon rëndësinë që ky sektor ka marrë në zhvillimin ekonomik të vendit, por një varësi e lartë nga turizmi bën ekonominë më të ndjeshme ndaj krizave ndërkombëtare, ndryshimeve në kërkesën për udhëtime apo zhvillimeve gjeopolitike. Në kushtet aktuale, si pritet të ndikojë konflikti në lindjen e mesme në sektorin e turizmit në vend? Kjo pasiguri, kjo frikë e përgjithshme bën që ose të anullohen plotësisht fluturimet në destinacionet apo nga ato vende që gjenerojnë turistë që janë të përfshirë në konflikt, dhe natyrisht lindja e mesme është vendet e lindjes mesme gjenerojnë turist edhe drejt Shqipërisë, por nga ana tjetër edhe frika drejt vendeve që janë afër konfliktit, siç është Kipro apo Turqia, më sipër Azerbajxhani, bëjnë që këto vende të jenë të vështira për të krijuar një siguri. Por sa janë pasqyruar deri më tani pasojat e luftës tek sektori i turizmit? Janë anulluar komplet fluturimet nga Izraeli që do vinin tani në fund të marsit. Do fillonin në fund të marsit dhe mund të vazhdonin deri në tetor nëntor. Izraeli ka patur rritje më të madhe vitin e kaluar. Dhe ka pasur dhe këtë vit ata kishin më tepër fluturime, jo vetëm një kompani ajrore, por 2 kompani ajrore nga Izraeli do ishin këtë vit. Ndoshta fillojnë më vonë nëse situata përfundon, por që për momentin ka anullime, pra tërësisht anullime. U anulluan edhe udhëtimet e shqiptarëve drejt Dubait, Emirateve, një pjesë mbeti atje. Pra, këto ishin pasojat direkte në anullime të udhëtimeve, por indirekt, mund të them, në ditët e para pas luftës, rezervimet, prenotimet zbritën deri në 80% më poshtë se sa mesatarja që kishim para luftës. Le të shohim anën tjetër të medaljes. Në një situatë pa siguri e fluksi i turistëve mund të luhatet duke ndikuar drejt për drejt kërkesën për qerafat shkurtra dhe investime në prona turistike. Kjo krijon një efekt zinxhir. Nga njëra anë mund frenojë rritjen e çmimeve, por nga ana tjetër rrit pasigurinë për investitorët dhe për ata që kanë orientuar tregun drejt turizmit. Patjetër që ka nafta, hekuri, gjitha kanë ndikimin e vet, por është një mundësi për ato kompani dhe ata investitorë dhe ata konsumatorë përdorues të turizmit që dikur shkonin në këto vende të lindjes mesme, qoftë Dubai, Abu Dhabi, gjitha, dhe të cilët janë duke parë për hyrje në Bashkimin Evropian. Dhe duhet themi për hyrje në Bashkimin Evropian është vështirë të shkosh direkt në Bashkimin Evropian. Strategjia është që ti zgjedh vende që janë next door, pra në dyert e Bashkimit Evropian, që janë më fleksibël, që janë zona jo aq burokratike, shtete jo aq burokratike siç janë shtetet e Bashkimit Evropian dhe që janë gati me lokacionin e tyre, por edhe me procesin e integrimit janë gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Kjo do të sjellë më shumë mundësi biznesi, po edhe më shumë presion mbi sektor të caktuar në Shqipëri, qoftë edhe mbi turizmin, qoftë edhe mbi strehimin. Tani ky është momenti që Shqipëria të mësoj dhe të ndryjë, dhe këtu bara kryesore i bie ekzekutivit, të ndryjë me politika fiskale. Patjetër që ka politika të treqjes e investitorëve, të treqjes kompanive apo të bërit të jetës më të lehtë, sidomos për nomadët digjitale, për gjithë ato pjesë që do të vitë të investojë dhe të jetojnë në Shqipëri, por nga ana tjetër duhet ketë politika të cilat targetojnë këta sektor dhe të ardhurët që gjenerohen nga këto sektor shpërndahen drejt në shtresën e mesme. Shifrat e turizmit në vitet e fundit kanë qenë në qendër të diskutimeve me deklarata për rritje rekord dhe një sezon gjithmonë më të fortë. Megjithatë, për te entuziazmit, mbetet pyetja nëse kjo rritje pasqyron një zhvillim real të sektorit apo nëse një pjesë e saj lidhet me mënyrën se si raportohen dhe interpretohen të dhënat. Me shifrat është luajtur dhe luhet shumë. Unë pranoj atë parimin që nuk diskutohet që tendenca e rritjes në Shqipëri e turizmit ndërkombëtar në Shqipëri është e lartë, numrat janë jashtëzakonisht të larta në raportet me
ato që kemi pasur më para, 2, 3 dhe 4 fishuar, por kur dilet me shifra konkrete, 12 milion, 11 milion, etj, spekulohet shumë. Spekulohet me faktin që numrohen si vizitor të huaj gjithë hyrjet në kufi, dhe dikush e përmend vizitor të huaj, dikush ja ndron emrin e quan turist, pavarësisht se janë dy koncepte të ndryshme, ndërkohë kur turist është vetëm ai që kalon mbi 24 orë. Jemi rikthyer në studio, kam kënaqësinë të kem në studio Fatos Çoçolin, mik dhe koleg i mirë ekspert ekonomie. Fatos, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë në Inside News. Siç e ndoqëm dhe nga inserti, të dhënat e Visual Capitalist thonë që rreth 21.9% e ekonomisë shqiptare është e varur nga turizmi. Ne kemi diskutuar edhe herë tjetër së bashku në studion e Inside News sa i përket peshës sipas të dhënave të Instat, por ndërsa kjo shifër është disi më ulët në publikimin e Instatit për shkak se kemi statistika kombëtare që matin sipas sektorëve të veçantë ekonomi, ndërsa në këtë rast Visual Capitalist, sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe UN Tourism, thekson që përfshin ndikimin më të gjerë të shpenzimit të turistëve. Pra në këtë rast kemi të gjithë zinxhirin ekonomik që krijojnë turistët për ata që na ndjekin, sepse ne kemi thënë që ka një peshë turizmi dhe ku përfshihet edhe transporti në një stad për 19%, ndërkohë ky publikim flet për 21.9% të peshës që ka në ekonomi. Çfarë do thotë kjo konkretisht për ekonominë shqiptare, Fatos? Do thotë shumë. Në radhë parë, neve Gjorgjin na krijon mundësinë që të kemi vende të reja pune. Gjatë gjithë vitit, pa futur sezonin turistik, që është më i ngarkuar ai veror, ne kemi diku aty tek 38-40.000 të punësuar, edhe pse nuk është piku i sezonit. Dërsa rritet me 3 herë, shkon rreth 120.000, 130.000 veta, numri atyre që janë të punësuar në periudhën e pikut, pra të muajve të verës. Në fakt, ditën e djeshme dolën statistikat afatshkurtra për prodhimin e të mirave dhe për shërbimet dhe reflektohej që akoma edhe në fund të vitit, para tremujorin e 4, shërbimet dhe real estate, pra pasuritë e paluajtshme, ato që kanë dhënë kontributin më të madh dhe kanë rritje si në fondin e pagave, po ashtu edhe në fondin e punësimit. Kështu që është vërtet. Kështu që kjo është arsyeja pse për ne është bërë industria numër 1 e vendit. Është një industri e shërbimit. Banka Qendrore, Banka e Shqipërisë e matë si eksport, pra pavarësisht se turisti huaj vjen këtu, neve eksportojmë shërbime. Shërbimet që i japim në vendin tonë konsiderohen eksport i shërbimeve. Dhe ja ka kaluar edhe eksportit të madrave. Banka e Shqipërisë ende duhet të nxjerrë shifrën e vitit kaluar, por për 2024 konsiderohet diku aty ke 5 miliard euro. Është më shumë se sa vetë totali të gjithë madrave që neve eksportojmë gjatë një viti. Kështu që kuptohet që është industria numër 1 e vendit si shërbim dhe njëkohësisht është motori kryesor i rritjes ekonomike. Nëse shikojmë, Gjorgjin, se cilat janë burimet nga na gjenerohet neve rritja ekonomike 3.94% çdo vit, pjesën më të madhe e kanë tregtia, shërbimet të lidhura dhe me turistët, dhe vetë aktiviteti mirëfirë turistik. Kështu që për neve është për momentin industria numër 1 e vendit pjesa më e gjerë nga neve mbështetemi për të rritur ekonomikisht. Po sa potencial ka në afat gjatë? Marrim këtu në konsiderat, ne diskutuam edhe për gjatë materialit që ndoqëm me ekspertët e real estate dhe me ekspertët e turizmit, për shkak se unë e theksova që në hyrje të emisionit, pra sjell të mira, sjell të ardhura për ekonominë, po nga ana tjetër mund shndërrohet edhe në shqetësim për konsumatorët për shkak të rritjes së çmimeve të këtyre sektorëve që ne përmendëm. Por në një moment kur ne jemi të rrezikuar dhe zoti Vathi e përmendi shumë mirë se sa kanë rënë skedulimet për udhëtime për shkak të gjendjes së pasigurt, për shkak të konfliktit në lindjen e mesme, në këto kohë tensionesh, sa të sigurt jemi ne nga turizmi, pra mbështetja jonë dhe potenciali që ka turizmi për ekonominë shqiptare. Na fat gjatë gjithmonë. E drejtë, populli jonë thot me, si thua, inteligjencën e tij karakteristike, mos i vë të gjitha vezët në një kaqile, në kuptimin që edhe neve shanset e zhvillimit tonë ekonomik, Gjorgjin, është mirë që të mos i përqendrojmë gjitha tek turizmi.
turizmi kemi qenë, si thua, vetë qeveria me investimet që ka bërë në qendrat e qyteteve tona kryesore i ka paraprir këtij zhvillimi kaq të vullshëm të turizmit, por ti e bëre pyetjen me shumë të drejtë dhe unë të falenderoj për këtë pyetje. Pse? Sepse neve nuk mund ti ato vezët në vetëm një mundësi, në vetëm një motor zhvillimi ekonomik. Duhet as që diskutohet, ta shikojmë me seriozitetin maksimal turizmin, por jo vetëm aty. Dhe fakti që ti e përmende me të drejtë që krahas të mirave të shumta, paras që ardhur, pra valutës së huaj që hyn, numri të vendeve të punës së reja të krijuara, niveli të pagës që edhe pse nuk është ndër sektorët me pagesën më të lartë sërish, është diku aty ke niveli i mesëm i pagave si sektor turistik, të gjitha këto të mira kanë pastaj edhe një pasiguri të madhe. Çfarë është kjo pasiguri e madhe? Që gjithnjë tregu turistik nuk është i dhënë një herë për gjithmonë. Turistët e huaj siç të zgjedhin një vit, 2 vjet, 3 vjet, mund të zgjedhin destinacione të tjera, shumë më të reja dhe më kureshtar për ato, dhe nuk është se Shqipëria do të jetë gjithnjë ajo perla e jugut të Evropës që ngelet për tu eksploruar. Kështu që neve duhet krahas turizmit të shikojmë po në këtë moment investimet është në struktura diversifikuar prodhuese. mjaftueshëm ekonomia shqiptare. Çfarë ndodh nëse një sezon, supozojmë, pa marrë fare në konsiderat konfliktin që është në lindjen e mesme, supozojmë që një sezon bie, është diversifikuar mjaftueshëm ekonomia për të mbajtur në sektor të tjerë. Theksoj këtu sërish statistikat afatshkurtra, industria kishte rënien më të madhe. Ne kemi diskutuar edhe më herët që edhe bujqësia ka humbur goxha terren, ka edhe rënje vetore, por ka edhe rënje në strukturën e GDP-s. Çfarë ndodh në këtë moment? Neve nuk kemi luksin që të mbështetemi tërësisht kokë e këmbë Gjorgjin tek turizmi, sepse nuk mundemi dot për një vit ose disa vite që ajo trajektoria e turizmit të na ulet ose të qëndroj në vend, se jemi mësuar vetëm që të na rritet to 3-4 vitet e fundit. Neve nuk kemi motor të tjetër që ta ndezim fort. Këto motore unë do të shikoja tek bujqësia që ti e the me të drejtë që nuk ka performuar si duhet. Kemi më pak njerëz që të punojnë në bujqësi sot. Krahu i punës edhe në bujqësi një lloj si në tregti apo në fason është i kërkueshëm dhe nuk gjendet kollaj. Në këtë kuptim neve duhet se s'bën investimet të kemi të kanalizuara duke shtuar parat për fermerët tanë që t'i mbajnë fermerët këtu dhe mos i detyrojmë që të riemigrojnë. Emigruan njerë në Itali apo në Greqi, erdhën, ndërtuan serat, pastaj me vështirësitë që po hasin, kanë edhe një mundësi që të ndalargohen prapë. Ne këtë nuk duhet t'i lejojmë. Kjo përsa i përket strukturës son prodhuese, Gjorgjin, tek bujqësia, po jo vetëm bujqësia. Ne kemi edhe strukturën tjetër, industrinë që ti e përmende me të drejtë, jo të prodhimit me material porositësi, sepse është një industri që jo vetëm tek ne, po edhe në vendet të ngjashme me fuqinë tonë prodhuese si Maqedoninë e Veriut, apo edhe në Malë të Zi, ka ardhur duke u tkurr, sepse është tregu i tillë. Rritet niveli mesatar i pagës, apo edhe paga minimale, kjo industri tashmë nuk e ka më atë avantazh konkurrues. Shkojnë në vende të tjera këto kompani dhe kanë filluar dhe të largohen nga vendi jonë. Kështu që për neve kryesorja është investimi e para në bujqësi, që t'i mbajmë dhe njerëzit atje, dhe e dyta në sektorët që janë më performues sot. Ne i kemi në... Që nuk janë eksploruar mjaftueshëm për hir të vërtetës. Nuk janë eksploruar dhe aty ne duhet. Sidomos tek ato që i kanë të bëjnë me teknologjinë e informacionit, përse jo dhe me inteligjencën artificiale, aty ne duhet kemi të rritë tanë që të mundemi të mbështesim sa më shumë për nismat e tyre, qoftë të fintechut, pra të strukturave të reja të shërbimeve elektronike, financiare e me radhë. Këto janë ato ku neve duhet fillojmë të vëmë dal nga dal edhe me atë shprehjen e popullit vezët në këto kaqile të reja. Po i vëmë atje, mund të kemi edhe një forcë balancuese, që në rast se do kemi një vit të keq turistik, ti e përmende krizën në lindjen e mesme, ajo mund të jetë edhe një opsion që në rast se mbyllet shpejt, po ndërkohë ende gjithë trafiku i turistëve të huaj për në Dubai dhe në pikat e tjera karakteristika të lindjes së mesme është bllokuar tashmë, ne e dimë që nuk ka më pronotime pranverës. Jo vetëm ardhjet, por edhe daljet janë të pikërisht, kështu që janë me miliona turistë dhe një pjesë e mirë e tyre është nga Evropa dhe ne dimë që
tek ne Izraeli ka patur rritjen më të madhe, ne kemi theksuar në studio shumë herë bashkë. Ashtu është. Pra, mund të jetë edhe një mundësi, brenda krizës mund të jetë edhe një mundësi për turizmin tonë, por nuk do të jetë gjithnjë kështu. Ndoshta mund të vazhdoj kjo trajektore rritëse edhe 1, 2, 3 vjet, por gjithnjë turizmi kudo në botë, sado i fuqishëm, sado i suksesshëm, Gjorgjin na ka mësuar që ka një pikë ku arrin maksimumin, ngopet tregu dhe pastaj fillon rënien graduale. Neve duhet të para përgatitemi për këtë dhe ti e the me të drejtë që ku i kemi ne shanset, asat në mëng për të përballuar rënien e vëllimit të xhiros në ana turistike, ende nuk i kemi këto shanse. Bujësia është aty, ajo kërkon vetëm vëmendje dhe më shumë fonde. Duhet se s'bën t'i drejtojmë syt andej dhe tek këto, si thua, industritë e reja që kanë të bëjnë me teknologjinë e informacionit. Ju si ekspert ekonomia, Fatos, a e keni parë rrezikun, a e keni parë nga ana tjetër përveç përfitimet që ka sektori i turizmit, a keni parë rrezik në rritjen e këtyre kostove që ne përmendëm më herët, kryesisht për shtresën e mesme të popullsisë së Shqipërisë? Mendoni që ka patur ndikim qoftë në rritjen e çmimit të banesave apo në rritjen e çmimit të shërbimeve apo ushqimeve? Shohim që në periudhë turistike tregtia me pakicë gjithmonë ka një boom sepse rriten xhirot. A e keni vënë re këtë ndikim që mund të ketë turizmi, ndikim negativ, le të themi, se flasim gjithmonë për ndikimet pozitive që mund të ketë turizmi në familjet shqiptare. He për hë, turistët janë të mikpritur jo vetëm nga tradita jonë që të huajnë gjithnjë mikpresim si mik shtëpie, por nga ana tjetër kemi edhe mbi 35.000 familje tona që kanë siguruar të ardhura më shumë përmes Airbnb apo aktiviteteve të tjera edhe në fshatrat më të largët, duke mikpritur turist dhe ende imazhi është akoma pozitiv. Por kjo nga ana tjetër, Fatos, më fal që ndërpres, kjo nga ana tjetër rrit rrezikun për të shkëputur nga qerat afatgjata. Mund të jetë shumë e vështirë për një pjesë të popullsisë që të gjenë qera afatgjata për shkak të zhvillimit shumë të shpejtë të qerave afatshkurtra. Shikoni si problem këtë. Është problem i jashtëzakonshëm, por qytetarët ende nuk e kuptojnë sepse shikojnë tregun e momentit. Në një moment kur ky treg nuk do jetë kaq i lulëzuar, sa ta shtia ata do ta ndjejnë me një herë që nuk është investim fort i qëndrueshëm të merresh vetëm me fluksin e turistëve të huaj që të vinë për 1 ditë, për 2 ditë apo për një periudhë afatshkurtër. Dhe duhet të shikosh që të kesh kontrata 6 mujore, 1 vjeçare, mundësisht edhe disa vjeçare, sepse aty është e ardhura e qëndrueshme edhe pse më pak se sa këto të ardhura ditore. Ende qytetarët nuk i kanë rënë, si thua, lapsit edhe mendjes së tyre në mënyrë që ta arsyetojnë kështu. Nga ana tjetër, nuk shikohet që nëse të rritë sotëm që duan të ndërtojnë jetën e tyre, për të blerë një shtëpi sot është çmimi ndoshta më herë më shumë në qytetet tona kryesore se sa ç'ishte para 5 vjetësh. Dhe fajtor në thojza kryesor është pikërisht turisti huaj me kërkesën e tij, jo vetëm për këto strukturat Airbnb të qirave të afat të shkurtra, por edhe për faktin që shumë, le të themi, qytetarë, sidomos nga Italia e Jugut, kanë investuar dhe kanë bler apartamente në ka patur vende që kanë rritur taksat për blerjen e banesës nga turistët e huaj. Prandaj edhe, do të thuash, fajtor që neve çmimet sot i kemi gati 2 fish në krahasim me 5 vite më përpara, në 60% është pikërisht kjo kërkesë e fortë për real estate, pra për ato apartamentet nga ana e turistëve të huaj që e pëlqejnë Shqipërinë dhe preferojnë pse jo edhe të investojnë të marrin një apartament këtu për qëndruar edhe më shumë se sa një javë apo një periudhë tjetër të kohë. Po si mund të matet realisht balanca mes përfitimeve dhe humbjeve që mund të kemi ne nga turizmi? Është e vështirë sepse gjithë një bilanci që del qoftë nga banka jonë qendrore, qoftë nga Instat, nuk i përmban në mënyrë të detajuar shpenzimet e një turisti për qëndrimin e tij, shpenzimit mesatarja del nga vëllimi i parave të hyra që ato e mat banka jonë. Është konfuze edhe sa turist hyn në Shqipëri, në varësi të asaj çfarë quhet turist në vendin tonë, sepse shpeshherë spekulohet dhe luhet me shifrat. Këtë na e tha edhe eksperti i turizmit, pra operatori Besnik Vathi, është luhet shumë me shifrat për shkak se ne nuk kemi akoma të qartë se cili quhet turist, sepse ka tranzit, ka hyrje dhe spekulohet shumë me shifra. Gjithmonë i kemi hasur këtë probleme, sidomos ne që merrem me statistika sa i përket bankës edhe Instatit. Megjithatë sa e vështirë është matja. Është e vështirë sepse neve nuk kemi një, si thua, strukturë të mirëfillt pranë njësive akomoduese, pranë hoteleve, pra që
të masin realisht numrin e vizitorëve të huaj, për të kuptuar që ky numër të vizitorësh pastaj të ndahet në turistë të mirëfillt që vinë për qëllime turistike, por ti mund të kesh edhe për qëllime biznesi që të vinë, ti mund të kesh shqiptarë që kanë një pasaportë të huaj, vinë si italian për shembull sepse kanë fituar 2 shtetësinë apo si grek, dhe njëkohësisht janë thjesht diaspora jonë që kthehet në vend. Prandaj edhe numri që ne flasim 12 milion nuk janë të gjithë turistë. Neve ato i quajmë dhe qeveria e kanë drejtur me të drejtë, i quajmë vizitorë të huaj, por në të rësi edhe nga eksperienca, operatorët me eksperiencë, sikurse ju përmendën dhe zotin Vati që e kishim në situash në intervistë, në këtë emision, ata të thonë që të paktën është akoma dhe më pak se sa gjysmë, pra mund të jetë diku aty ke 5 milion turistë të mirëfillt që kanë ardhur vetëm për qëllime turistike tek ne. Pjesa më e madhe është o emigrant tanë që kthehen dhe e bëjnë jo vetëm një herë kësaj radhe, sepse mundësia përmes linjave ajrore me kosto të ulët, Gjorgjin na ka krijuar mundësinë që ata të vinë sa herë të kenë dëshirë të takojnë njerëzit e tyre, por edhe për ndonjë biznes. Dhe mund të vinë ndoshta edhe 5-6 herë. Por kjo s'do të thotë që pse regjistrohen dhe çekohen me pasaportë që s'është shqiptare, ai është turist i mirëfillt i huaj. Në këtë kuptim ne kemi një sasi të madhe, që mund të jenë me qindra mijërat të bashkëdhetarëve tanë që vinë her pas here gjatë një viti, mundet edhe 5 edhe 6 edhe më shumë herë, ndërkohë që ke edhe ata që të vinë për qëllime tranzitit thjesht për të marrë me kosto të ulët një linjë përmes Rinasit tonë, që kanë 128 destinacione, që nuk i ka as aeroporti i Shkupit, as aeroporti i Podgoricës, as ai i Prishtinës. Në këtë kuptim, neve duhet përqendrohemi tek e ardhura reale që na vjen nga turistët real të huaj, që është shumë më pak se këta 12 milion, të mos jetojmë mbi dafina, dhe kryesorja të dim që do vi një ditë që mund të mos kemi më to 5 milion turistë huaj, mund të shkojnë, urojmë të gjithë, edhe 6 milion në 2027, por do vi një moment që do fillojnë të kurën. Dhe atëherë neve duhet të bëjmë pikërisht atë, tani si thua të investojmë Gjorgjin, për çfarë? Për bujësinë tonë, që bujësia jonë ne japi vlerë të shtuar shumë më tepër. Edhe pse është normale që bujësia të është ndër qarqet që ka pas, është ndër zërat që ka pas rënien më të madhe të vlerës së shtuar bruto, pra e zhveshur nga kontributet nga taksat, për të gjitha qarqet e vendit, bujësia. Sepse është ka të dhënë alarmante gjithmonë për këtë sektor. Është një bujësi që vazhdojnë ta kemi të parcelave të vogla, që nuk mund të ketë kurse si ekonomi shkallë, aty ta futesh si thua traktorin për të punuar për, le të themi, sipërfaqet e bashkuara të 10 fermerëve tanë. Ende nuk po ndodh ai bashkim i operatorëve ekonomik në bujësinë tonë. Kështu që pavarësisht se qeveria jep rreth 60 milion euro çdo vit subvencione të drejtë për drejta dhe përpiqet të favorizojë pikërisht këto bashkime, por jo për probleme me taksat, me sistemin e taksave, jo, edhe që është problemi kryesor, mungesa e besimit tek fermerët tanë që të bashkohen, se të bashkuar do të kenë mundësinë të kenë kosto shumë të ulta të prodhimit, nëse e bashkojnë prodhimin, nëse shesin së bashku, do shta mund të marrin dhe një masë kritike të fitojnë edhe, si thua, tregje të reja. Kështu që në këtë mes, nëse ne nuk ndërhyjmë tek bujësia, ngelemi pa të ka cilën rezervë të domosdoshme. As që diskutohet që sektori industrive të reja bazuar mbi teknologjinë e informacionit do të rritet, por neve kemi nevojë që një lloj si atë, si thua, bimën që e merr dhe e fut në inkubator dhe e rrit shpejt në kushte më të favorshme, duhet ja krijojmë. Domethënë inkubatori i bizneseve të së ardhmes që është dhe ekonomia e sotme, ekonomia 2.0, duhet të nisi shumë fort. Nuk po e shikoj këtë, e kam me shumë shqetësim sepse alternativat të tjera ne nuk kemi, si ekonomi për të qenë një strukturë prodhuese. Neve të jetë shumë drejt, duhet të rendim e ardhmja jonë, Gjorgjin, është një aktivitet që të ketë vlerë të shtuar. Vetëm aty ne mundet të... Në bujësi nuk duhet të shikojmë vetëm lëndët e para bujësore. Pra prodhimet direkt të fushës apo edhe qoftë të një kohë të hershme të këtyre serave. Ne duhet shikojmë përpunimin. Në qoftë se ti e ke domaten që e nxjerr, sa ton domate të përpunuar. Pra sa domate ti prodhon sot. Ke Maqedoninë që të prodhon 35 herë më shumë sa domate se ty. Çfarë të veçantë ka?
Maqedonia, veçse është treguar e zgjuar që në 35 vitet e fundit ka investuar në fabrika për punimin. Pse të mos e bëjmë dhe ne? Nuk kemi kur vonë për të gjë. Vetëm aftësitë tona përpunuese, pra të industrive që të arrisin shumë vlerën e shtuar, është shpëtimi jonë. Ndryshe, turizmi do të vazhdojë ndoshta edhe në mënyrë, le të themi Gjorgjin, krejtësisht spontane, të rritet edhe pak, por kurse si nuk mund të na japi atë siguri, qëndrueshmëritë për ekonominë tonë, saç mund të na japi struktura prodhuese kudo. Fatos, si e shihni turizmin të gjendur përballë konfliktit në lindjen e mesme? Mendoni se shifrat do vijojnë të ulen më tej? Varet se sa do të zgjas. Kjo është kryesore. Pra, në rast se konflikti do të vijojë më shumë se 2-3 javë që shpresohet që të mbyllet brenda një periudhe, le të themi 6 javore, atëherë me të vërtetë ne do të kemi rënje të fortë të pronotimeve. Biznesi i turizmit shikohet tek numri i pronotimeve. Dhe sikur se doli edhe nga intervista, ata që e njohin shumë mirë, siç është zoti Vati, të tregojnë që pronotimet e pranverës, që është, si thua, ajo paradhoma për të parë se sa sezon të suksesshëm do të kesh gjatë gjithë vitit për turizmin, janë në rënje. Menjëherë pas shpërthimit të konfliktit në 28 shkurt. Kështu që panorama nuk është se është shumë, le të themi, roz për ne. Në rast se konflikti mbaron shpejt, edhe ajo, si thua, humbja e parë nga këto kurje të pronotimeve Gjorgjin mund të rekuperohet shpejt. Por kemi edhe një, si thua, shans që edhe pse pronotimet e pranverës mund të jenë pak të kurura, në rast se konflikti mbyllet deri brenda, le të themi, një muaj e gjysmë, atëherë shpresojmë të mbyllet sa më shpejt. Po, një pjesë e madhe e turizmit botëror që është turizmi në vendet e lindjes së mesme do dojë kohë që të rekuperohet. Janë me miliona pronotime të anulluara tashmë për shkak të krizës. Po sektori i real estate-it sa vulnerabël mund të jetë ndaj kësaj situate? Mund të jetë në atë që ata që kanë probleme me inflacionin e rritur, sidomos ne kemi vendet e eurozonës nga varemi shumë. Ne kemi partner të parë në tregtar italin, Gjorgjin, dhe në rast se atje inflacioni do të rritet fort, me inflacionin e rritur shumë, fuqia blerëse ulet. Dhe temi pensionist italian, sidomos në Italinë e Jugut, që mendonin me shumë entuziazëm blerjen e një shtëpie në Vlorë, apo në Sarandë, apo edhe në Tiranë, mund të mendojnë 2 herë tashmë, sepse ndërkohë janë shtrenjtuar disa produkte bazë për shkak të inflacionit. Kështu që atje do të... Pra, është një krizë përmes çmimit të rritur karburantit Gjorgjin që ta çon inflacionin dhe pasigurinë në të gjithë kapilarët e ekonomisë, në të gjitha prodhimet që janë. Dhe kuptohet një nga prodhimet më të ndjeshme për situatën e sigurisë në një vend është investimi në real estate, është investimi në quhet investimi i jetës. Dhe nëse e ke tregun e pasigurt shumë, si thua, të luhatës, atëherë vendos që më mirë të pres dhe një vit, të pres 2 vjet përpara se sa kursimet e jetës të investoj këtu. Kështu që kam frikë se edhe tregu i real estate-it tek ne do ta ndjej. Jo aq shumë fort, por ama që do ta ndjej dhe varet se sa do të goditet nga zgjatja e konfliktit. Një pyetje të fundit, Fatos, që unë kam shumë dëshirë t'ju drejtoj. A mendon se po e shesim lirë në potencialin ton turistik? Ju e keni theksuar gjithmonë që Shqipëria është një vend i mrekullueshëm. Mendon se po e shesim lirë apo jemi në rrugën e dur për të patur konkurrencë? Të faleminderit për këtë pyetje, është pyetje vërtet cilësore. Neve po e shesim aq pak të përgatitur sa jemi. Si është kjo përgjigje? Pra ne kishim shanse që i kemi humbur rrugës, nuk më harrohet kur përpara disa vitesh, mos harroj 2014, pra 12 vitën përpara, kur dolëm fshatarët me sfurqe dhe një emër shumë i njohur i turizmit të nivelit më të lartë, klubi mesdhetar, u detyrua të largohej nga një pele vendit tonë siç ishte Kakomea. Kështu që neve Ysmetin nuk ja kemi bërë tamam. Qeveria duhet përshëndetur në atë që ka investuar që nga 2013-2014 në qendrat e qyteteve, sepse e ka bërë Shqipërinë të vizitueshme kudo, mund të shohësh gjëra interesante, edhe në qytetin më të largët dhe më pak të zhvilluar të vendit, por nga ana tjetër nuk ka punuar shumë mirë
tek pjesa e turizmit elitar. Neve më përpara kemi patur atë turizëm që quhet turizmi patriotik apo i shalqinit, pra i ushqimeve që mbusheshin ato makinat e vëllezërve tanë kosovar dhe shkonin buz detit. Tani ata kanë mundësinë që të shkojnë në gjitha vendet e botës sepse kanë liberalizuar vizat Schengen dhe nuk është se nuk vinë, por nuk vinë me atë, si thua, ritëm të lartë që kanë qenë më përpara. Kështu që gjatë këtyre viteve neve nuk është se kemi ditur të investojmë plotësisht me zgjuarësi tek shanset që na jep turizmi jonë. Tani është një moment që neve mund të marrim dhe të përfitojmë në vitet që vinë me aq sa kemi investuar. Dhe nuk është se kemi investuar shumë. Të duhet ta pranojmë. Kemi investuar në infrastrukturë dhe kemi bërë shumë mirë. Turistët e huaj mund të vinë në perlat e jugut 3 çerekore, gati 1 orë më lehtë, më pak që nga Rinasi, por ama në shumë gjëra të tjera, sidomos në politikën e çmimeve, sepse turistët shumë i ndjeshëm nga çmimet që ne aplikojmë, në vetë atë që turizmin e kemi lënë deri diku me gjysmë vetë dije të jetë edhe informal. Por ama nga ana tjetër, një treg informal gjithnjë nuk është tregu më i dëshirueshëm për një turist të huaj. Aq më tepër nëse duam të marrim turistin evropian më perëndimor, që dëshiron edhe të harxoj, jo vetëm të vi në formën e një turizmi të aventurës për një ekskursion 1, 2 apo 3 ditor. Kështu që kemi ende shumë për të bërë për turizmin. Përparësinë kryesore unë nuk do t'ja jepja turizmit, sepse turizmi edhe mund ta mbaj ende 2-3 vitet të ardhshme veten me investimet private. Përparësia kryesore duhet parë bujqësia dhe industritë e tjera përpunuese, prodhuese të sa ardhmës që i përmendëm. Për turizmin, çfarë qeveria duhet të bëjë është që masat lehtësuese që ka dhënë deri tash me TVSH 6% t'i shtojë për atë turizëm që konsiderohet më thjesht se ai si thua i detit dhe i rërës. Pra një turizëm gjatë gjithë vitit, këtë të mund të na ndihmojë me masa lehtësuese, qoftë fiskale, Gjorgjin, qoftë në nivel edhe të subvencione. Dhe tani ne e dim që nuk ka patur subvencione sektori turizmi se konsiderohet shumë fitimprurës. Ama ka ardhur momenti që çfarë? Të subvencionohen cilat? Programet për periudhën jashtë pikut. Programet e pensionistëve. Pensionistëve tanë, por edhe cili do turist që të jetë i moshës së tretë dhe që të dojë të vi, qoftë në hotelet tona të mrekullueshme të Bregdetit, qoftë edhe në pikat më të rejse rurale, dhe aty qeveria çfarë të subvencionoj? Të subvencionoj një pjesë të pagave, siç e bën Greqia, Pqinje, deri diku edhe Kroacia, të sektorit të stafit që do të punojë, do të jetë në punë gjatë periudhës që nuk është e pikut. Neve këtu e kemi një ndarje simetrik. Kemi të gjithë investimet për 2-3 muaj, dhe aty ndodh edhe abuzimi që na largon turistët, dhe pastaj për 9 muaj të tjerë kemi shumë pak mundësi. Jo. Pranvera dhe vjeshta duhet të jenë në syrin vëmendjen edhe në një pjesë, le të themi, në thojza sakrifice buxhetore, se mund të bëhet fjalë për një fond 20-30 milion euro. Gjorgjin, po që do na hapi do na shtyj drejt një turizmi gjithvjetor, atë që na ka munguar gjithnjë, që kanë arritur deri diku vendet tona fqinj, aty ne duhet ta synojmë, si thua, zhvillimin e turizmit për 2-3 vite të ardhshme. Fatos, unë të falenderoj që ishe me. Faleminderit ty për ftesën. Ky ishte Inside News, bashkë do të rishihemi të premten e ardhshme.